Por i gjithë problemi aktualisht, sepse Partia Demokratike e Kosovës, Katerina, e ka thënë definitivisht në fillim që dëshirojnë të qëndrojnë në opozitë dhe nuk përfshihen në këtë çështje, është deklaratë e ngjashme sikur me ato në atë të do të thotë para se të shkojmë në zgjedhjet e fundit, të cilat në fakt kishte takime midis pozitës dhe opozitës, lëvizjes vendosje dhe partive opozitare, por që nuk u gjet një dakordancë për të zgjidhur çështjen e presidentit, ndonë se ishte edhe propozimi nga radha e lëvizjeve vendosje, por që edhe kësaj radhe Partia Demokratike e Kosovës vendosi që të bojkotojë këtë proces. E shohim se problemi është tek Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonë se ka pasur një takim i cili sipas mendimit tim ka qenë një takim shumë produktiv midis kryeministit Albin Kurti dhe zotëria Abdixhikut, ku është arritur në fakt, siç është raportuar edhe në media tona, pra që ka pas një marrëveshje midis zotërit Kurti dhe Abdixhikut, por që zhvillimet e fundit pastaj brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës bën që është nisur një në fakt një çështje që do të dëshirojnë që ta rrëzojnë nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Abdixhikun, dhe të hapet rruga për zgjedhjen e kryetarit të ri, dhe janë duke përfolur disa emra të ndryshëm të cilët mund të marrin timonin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe